Atleti Tiran Mamusha nesër do të vrapojë në Greqi në maratonën Kalambaka Trikala, e cila është 21 kilometra gjatë. Mamusha, i cili ndodhet në Greqi, tha për TV-syn se në këtë garë marrin pjesë atletë të ndryshëm nga gjithë bota. Ka si vjet për mua është sfidë tjetër kjo garë, për arsye që po kthehena mas ton mujve jashtë sportit për arsye shëndetësore, edhe tash po kthehena kjo garë ka më qenë shumë garë që mi jop karrierës tema bete ma shumë suksese. Ku e di që kjo garë është edhe një provë për kampionatin evropian që më pretën me 12 prill në Belgjik. Mamusha tha se është i përgatitur maksimalisht dhe pret që të dalë në njërin nga 3 vendet e para në këtë garë. Me përgatitje jam shumë mirë, tash vetëm nesër shpresojmë që me bo kohë shumë të mirë. Qëllimi jam gjithmonë është me hy në top 3, edhe me mri kohën në 1 orë 10 minuta, për fundin 1 orë 10 minutave. Tash shoh që shkon gara, po për mua qëllimi kryesor i garës është që me performu sa më mirë, që me pas një provë për kampionatin evropian. Në maratonën Kalambaka Trikala, Tiran Mamusha ka marrë pjesë edhe në vitin e kaluar ku kishte thyer rekordin e tij personal.